Nuk ko belo në sherë që nuk e dhe. Të ditë këshia i ka përdit qanit rrugës. Përshëndetje, unë jam Fisi, edhe sot kena me full për 5 llojet e njerëzve që mund është mi po kur del në pauzë. Ama mas pori, një drulli me kafe. Shkoj, lloji i pori njerit që mund është me po kur del në pauzë është gjyksi. Gjyksi është personalitet i mrekullueshëm. Nuk ko belo në sherë që nuk e dhe. I ka heroj të gjithë kriminalët shqiptarë pesja ka fillu historia e shqiptarëve. Thotë që rrin me special pse kërkosh nuk e din është e vërtetë. Personaliteti i dytë që vjen është zoja kulturë. Zoja kulturë veshët me kostume. Mund me punu me t'huj ose është asambleiste. Mirë po, është një sen shumë interesant. Kontributi soi vetëm në Kosovën e Masovës është që ka qellu gjithmonë për rrugë shumë të mëdha. Tash, a shihet efekti i punës soi këtu në Kosovë? Jo, mirë po, ajo që apo he, që 20 vjet e kinë elitën e Kosovës. Personaliteti i tretë që vjen është zonja kreative. Zonja kreative he zakonisht me aparat të fotografon pllaukat sheshit, siç ashtu kreative më vonë. Është organizuar një festival, gjithashtu kreativ. Nuk e di kërkosh për shka festivali mirë, po ambienti është shumë i rëndësishëm. Nuk ful në këshit vetë që 20 vjet, a di pse? Se ditë këshia i ka përdit qanit rrugës. Personaliteti i katërt të shumë interesant është Zotli Katliku. Zoti Katliku mund të punon për mund, bank ose real estate. Qysh do që dyqysh ka më të angull, kështu që kujdes, sidomos për kravot. Edhe personaliteti i pestë dhe i fundit që vjen sot te na është Tezja që punon me thoj. Arkive gjallë, as arkiva komunës nuk ka informacion. Kush u do, kush u pajtu, kush është shtatzon, kush s'është shtatzon, shka me mirë shtatzon, kush shkon shtatzon via. Këtë informacione i gjoni të Tezja thoj. Upu, kjo punon edhe me thoj. Faleminderit shumë, ditën e mirë.